Supermarketi me produkte organike BioU e ka zgjeruar shtrirjen e vet tashmë jashtë Tiranës, duke hapur dyqanin e tij të 10 dhe duke ardhur për herë të parë në Vlorë, në një nga zonat më strategjike, sikundër është Pjaca në Skel. Një hapje e madhe me oferta dhe surpriza, si dhe me një numër të lartë të qytetarëve që kanë vizituar këtë të shtunë të 24 janarit. Me një hapësirë gjigande, BioU ofron për konsumatorët gjithçka brenda një marketi. Produktet organike të certifikuara, që kanë vlera ushqimore të jashtëzakonshme dhe që importohen nga vendet më të zhvilluara europiane. Tek BioU do të gjeni produkte të çfarëdo lloji kategorie. Për çdo që do të shtrojë në tryezën e tij gatime me produkte organike, BioU ju sjell produkte të certifikuara me standardet më të larta europiane. BioU është rrjeti i parë i supermarketeve me produktet organike të certifikuara. Njëkohësisht supermarket BioU përmban edhe një linjë të produkteve vegane, pa laktozë dhe gluten, ndërsa për klientët konsumator nuk do të mungojnë ofertat. Klementina Mara, menaxhere marketingu pranë BioU, flet për hapjen e madhe në Vlorë. Sot jemi shumë të lumtur, sepse hapëm dyrë të marketit tonë më të ri, BioU në Vlorë, mu në zemër të Vlorës, tek Pjaca. Jemi të lumtur që sjellim për qytetarët e Vlorës një mënyrë të re të jetuari, një mënyrë të re të ushqyer i shëndetshëm. Në BioU do të gjeni produkte bio të certifikuara, të përzgjedhura me shumë kujdes. Ajo çfarë na dallon janë produktet bio të certifikuara, të cilat do t'i gjeni me etiketë jeshile dhe me logon e certifikimit organik. Gjithashtu kemi dhe shumë produkte të përzgjedhura nga furnitorët tanë të besuar nga Bashkimi Evropian. Ju ftoj të gjithëve të vinit dhe të shikoni, të provoni artikujt tonë të përzgjedhur, ka shumë oferta deri në datën 31 janar dhe ju presim. Do të ketë oferta në vazhdimsi? Patjetër do të ketë, pas datës 31 janar, që është katalogu i hapjes, do të ketë dhe ofertat e tjera të dedikuara për qytetin e Vlorës. Supermarketi i Vlorës është i 10 i rrjetit të suksesshëm të BioU, që është i përqendruar në Tiranë me disa filiale, në Sarandë dhe së fundmi në Vlorë. Po, ne kemi 9 markete deri tani, ky është i 10-i. Kryesisht jemi të përqendruar në Tiranë, sapo kemi hapur një në Sarandë dhe i fundit është ky i Vlorës. Pse në Vlorë? Pra çfarë ju bëri shpesim? Duke qenë se Vlora është një qytet i cili ka marrë një hovë të madh zhvillimi, po shikojmë që njerëzit janë të interesuar për të përzgjedhur produkte pak më të shëndetshme, për të jetuar në një mënyrë më të shëndetshme, le të themi, të gjithë e kemi zbuluar që sekreti i një jete të gjatë dhe një mirëqenie është ushqimi. Prandaj pam të arsyeshme që të vim dhe t'i ofrojmë vlonjatëve atë çfarë ata po kërkonin. Produktet bio në raftet e supermarketit BioU kujdesen për shëndetin e çdo konsumatori që dëshiron të sjellë në tryezën e tij një përqendrim të vërtet të mirëqenies dhe sigurisë. Vetë qytetarët e Vlorës konsumator kanë mirëpritur hapjen e BioU në Vlorë. Është shumë mirë, gjëra të freskëta. Tani për tani janë duken shumë mirë, nëse do vazhdojnë kështu, do kenë punë. Bio, patjetër, janë dhe bio dhe shumë të mira, edhe mishi dhe gjitha ishin shumë të freskëta. I mungon të Vlorës? I mungon të një i tillë Vlorës. Nëse do vazhdoj kështu, do ta frekuentoj. Po, pa ja këtu ngjitur jam. Pra themi shumë mirë, mbartu vej, kaq. Produkte bio? Shumë të mira janë. Do ta frekuentoni shpesh? Patjetër. Të shikojmë produktet bio, po. Edhe inshallah që ta mbajnë, se në fillim kështu i hapin të tërë, po. Të shikojmë. Unë po shikoj si janë sistemuar gjërat që nesër të vijë të gjej. Sot do marr vetëm një bukë. Do të vi. Po do vi patjetër se e kam dhe afër. Se buka bio? Po buka bio dhe ta shijojmë mirë si është kjo buka e veçantë e këtyre, se jemi mësuar me atë bukën Karabashi dhe Aso tani. Alternativat janë të mira gjithmonë. Shumë mirë, dhe thënë se tani u futëm. Inshallah, ngelemi të kënaqur. Shumë mirë, inshallah u vaft mbar dhe këtyre, edhe ne të kënaqemi me ato që do pësonisim. Po, fillimi i mbar. Çdo gjë e re për mirë është. Dhe çdo gjë bio? Çdo gjë bio kanë. Do ta frekuentoni? Po, patjetër, ne kemi edhe afër këtu. Patjetër. Do ta frekuentojmë çdo javë. Do vim. Po janë cilësore, me sa shohim. Për çfarë po shikoni? Po, kurios për t'i shikuar të tëra. Nesër do shta edhe vim. Po, shumë bukur, urime,
Duhej një dyqan bio, se është bio, duke produktet që janë cilësore, edhe aty ku pam të banko, shumë mirë, urime. I kemi dhe këtu afër, jemi të kënaqur. Po, mendoj se po. Kjo është, po, shumë e mirë. Plotësuar. Po e kam komshi, po më pëlqyen po. Po u shgënjeva, iki unë. Mbartuve, besoj gjithë mira. BioU, rrjeti i parë i supermarketeve me produkte organike të certifikuara në Shqipëri. Çdo produkt organik është lehtësisht i dallueshëm nga produktet e tjera premium, pasi janë të pajisura me etiketat e gjelbërta, duke bërë BioU të vetmin që mban certifikatën e sigurisë nga vendi origjinës. Certifikimi organik nga standardet më të larta europiane është lehtësisht i dallueshëm me etiketat e gjelbërta. Sa më e madhe janë produkte bio të certifikuara, pjesa tjetër janë produkte të përzgjedhura, siç e thash pak më parë, nga partner të përzgjedhur, pra nuk do të gjeni artikuj jo cilësor, të gjithë janë. Është vështirë sot që të gjesh produkte bio. E ofrojmë dhe them me plot bindje që janë organike të certifikuara. Do doja që ta fokusonim pak edhe në një prej produkteve certifikimin që të gjithë klientët që vinë ta kontrollojnë dhe ta vërtetojnë që janë produkte bio. Ky është një shembull i produkteve bio të certifikuara. Do doja shumë që të fokusoheshim pak tek certifikimi. Ky është produkti, ky është certifikimi i cili do të pinë të gjithë klientët që produktet tona janë organike të certifikuara, jo thjesht bio dhe të freskëta. Klientët mund ta verifikojnë edhe. Patjetër. Gjithashtu do doja të shtoja që për të gjithë ju që vini në BioU, të kërkoni etiketat jeshile. Ne kemi bërë një standard që i kemi ndarë produkte, disa me etiketa të bardha, disa me jeshile. Ato që janë jeshile janë produkte bio të certifikuara për ju për të pasur më të thjeshtë. Ky supermarket me çmime konkurruese ofron për klientët produkte nga konsumi i përditshëm, si buka, kosi, qumshti, mishi, sallamrat, frutat dhe perimet, deri në kozmetik, detergjent dhe produkte specifike për intolerancat, siç janë ushqimet pa gluten, pa laktozë e shumë të tjerë. BioU importon nga 6 vendet e Europës dhe synon të kontribuojë në shëndetjen, mirëqenien e klientëve dhe në rritjen e brezave të shëndetshëm. Dita e parë e hapjes në Vlorë ishte një fest, ashtu si brenda edhe jashtë ambienteve të BioU. BioU në Vlorë gjendet shumë kollaj, pranë pjacës në Skel, në një nga zonat më të frekuentuara.